Haradinaj në Capitol Hill, Kosova është gati për antarësimin e NATO. Kryetaria e AKS Ramush Haradinaj në Kongresin Amerikan në kuadër të forumit parlamentar të sigurisë në Capitol Hill ka deklaruar se porosia e tij në Kongresin Amerikan në kuadër të forumit ndërparlamentar të sigurisë në Capitol Hill ka qenë e qartë dhe e shkurtër. Koha është tani, duke drejtuar kongresmenëve amerikan, miqve dhe bashkëpunëtorëve. Haradinaj ka falendëruar Shtetet e Bashkuara për mbështetjen e vazhdueshme ndaj Kosovës dhe rrugtimin e saj drejt antarësimit në NATO. Ai ka theksuar se Kosova ka implementuar planin 10 vjeçar për zhvillimin e ushtrisë së saj, bashkëpunim të ngushtë me Shtetet e Bashkuara, duke nënvizuar se forcat e sigurisë Kosovës dhe institucionet e tjera të sigurisë bazohen në standardet e NATO-s dhe SBA-s. Sipas Haradinaj, Kosova është e gatshme të kontribuojë në fushën e sigurisë dhe plotëson kushtet për antarësim në NATO. Ne jemi gatër për antarësim në NATO, koha është tani, ka deklaruar Haradinaj.